Nisni një udhëtim elegancë dhe aventure me shërbimet tona. Përjetoni bukurinë e fluturimit. Prishtina Ticket janë krahët tuaj për në Berlin, Brandenburg, Stuttgart, Basel, München, Hannover, Düsseldorf, Münster, Osnabrück, Nuremberg, Ljubljana, Memmingen, Halmstad, Luxemburg, Vaksio e shumë vende tjera evropiane. Kujdesi ynë për klientët është magjepsës, po aq sa edhe udhëtimi. Prishtina Ticket, emër i besuar në qiell. Ajo preku majat para se të kishte kohë të ndrronte për to. Alida Hisku është një nga zërat më të çmuar të muzikës së lehtë shqiptare, një tesar që nuk plaket kurrë. Këngët e saj kanë jetuar gjysmë shekulli, duke bërë jehon në kujtesën e shumë brezave, por pas dritës së skenës fshihej një epilog i heshtur, i padrejtë, derisa një kapitull i ri nisi, mijëra kilometra larg në një tokë të panjohur, larg por jo e humbur. Pra pas skenave të suksesit në hijet e një kohe të errët, Alida rindërtoi veten nga hiqi. Historia e saj e rrallë dhe frymëzuese ekskluzivisht në përtej kufive. Jemi këtu në Königsallee, në rrugën mbretërore. Pikërisht këtu e kemi lënë takohemi me Alida Hiskun. Ajo vetë nuk vjen nga Düsseldorfi, po ka pasur një sebeb dje si që kemi dëgjuar. Unë nuk po e gjej se ku është, por po e kërkoj dhe shpresoj ta gjej sa më shpejt. Alida! Bora! Si je ty, Yli? Si kalove? Mirë! Shumë e bukur, e freskët si gjithmonë. Po! Nuk po të pyes çfarë ka sjellë në Düsseldorf, sepse e di. Po. Ishte dje e pranishme. Patjetër do të vi. Promovim Vetëm Düsseldorf, por në të gjithë, ku janë gjithë shqiptarët vijun. Faleminderit. Dhe ku Ishte më ftoi? kënaqësi e veçantë të kishim dhe dje aty të pranishme. Ishte edhe nder për mua e dashur. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Shumë bukur. Si më të duket Düsseldorfi? Shumë bukur. Kam qenë, po jo Ecim pak? Ecim. Jo kaq ditë që të rri 2-3 ditë edhe kam vendosur të rri 2-3 ditë të vizitoj me të vërtetë Düsseldorfin sepse është një qytet me tradita shumë të larta. Këtu për Është qytet i Gjermanin. bukur. Është dhe qytet i bukur, qytet i madh me një emër të madh për Gjermaninë. Po. Dhe me një rëndësi të madhe si qytet. Shkruaj qyteti i Landit, Nordrhein-Westfalen. Ne kemi shumë lëvizje. Këtu kam shumë informacion për këtë qytet sepse ti e di që unë jetoj këtu. Patjetër, prandaj dhe erdha. Po. Prandaj dhe erdha. Një rrugë e dy punë. Një rrugë e dy punë. Po, sot po na mban koha pak mirë. Shqyr. Unë dje të pyeta në mënyrë shumë spontane për të bërë një intervistë bashkë, edhe ti pranove me kënaqësi më të madhe. Ashtu është. Edhe gjatë bisedës që kishim, vumre që kemi shumë për të treguar. Unë do kisha shumë dëshirë të të ftoj për një kafe. Patjetër. Edhe të bisedojmë gjërë Patjetër. dhe gjatë. Patjetër me kënaqësi. Okej. Do tjetë për mua kënaqësi, po dhe ato që na ndjekin nëpërmjet televizorit është kënaqësi e veçantë. Këtu në Düsseldorf t'japim një intervistë. Patjetër. Për vëllezërit dhe motrat në Kosovë dhe në Shqipëri. Patjetër. Kështu për të gjithë ju që na ndiqni, ne po kërkojmë për një kafene të bukur dhe do ndiqni bisedë. Me kënaqësi. Gjetëm në fund një vend përshtatshëm. Të falenderoj shumë. Po këtu në Düsseldorf nuk është shumë e vështirë për gjetur, sepse kemi këtë Ale. Königsallee, po këtë rrugën mbretërore, i thonë. Po dhe nina mbretëreshat e Shqipërisë të Kosovës, pse? Pse jo? Ti e meritojmë. Mbretëresha e muzikës Shqipërisë, po. E meritojmë. Edhe publiku që na ndjek e meriton që të shijojë edhe ambientet tona këtu në Düsseldorf. Patjetër.
Ne porositëm të kafe që e pim këtu në Gjermani, filter kafe, themi ne. Okej. Në Shqipëri si e pin kafe në kushton? E pin këtë, vazhdon këtë e pin apo pin Jo, ato moka, turken? turke. Turken. Turke se më merr malli. Merr malli. Se edhe unë në Shqipëri kështu me filter e pi, të filtruar, po në shtëpi, po kur shkoj në Shqipëri e du si shqiptarët. Se atje jam shqiptare, se ditur. Po. Kur jam këtu, pastaj jam gjermane. Gjermane. Do ta dredhim kështu si e kemi situatën. Je ambientuar shumë mirë këtu. Me sa të njohun. Jam ambientuar, Bora, sepse 32 vjet kam qenë kur kam ardhur këtu. 35 vjet u bëra këtu, domethënë i bjen më shumë nga ana gjermane se sa nga ana shqiptare. Po megjithatë, un kam rrënjët e Shqipërisë, kam gjakun e Shqipërisë, kam genën e Shqipërisë. Këto nuk më hohen kurrë, edhe sikur 100 vjet rri unë këtu në Gjermani. Nuk mund ndërzosh. Ja, kur? Çfarë të pëlqen ose çfarë të mungon nga Shqipëria këtu? Së Një pari. e përditshme do thonë. Po, së pari atje ku jam, atje ku jetoj, në Fulda, dihet që unë atje në Fulda jetoj, 35 vjet, jam krejt tjetër. Jam një grua angazhuar tjetër. Me shtëpi të madhe, me familje, me nipër, me mbesa, me shumë aktivitete shqiptar të Kosovës, të Shqipërisë. Unë them në përgjithësi shqiptar nuk kemi Kosovë dhe Shqipëri, Po. kemi shqiptar. Kemi shqiptarë, Shqipërinë e madhe. Mundohem ti ndihmoj sa e kam atë mundësinë dhe sa. Këtë kam bërë edhe unë nëpërmjet Facebookut, sepse dhe aty jemi connected, jemi të lidhura, je shumë angazhuar. Edhe një kompliment shumë të madh nga ana ime. Faleminderit. Je shumë angazhuar edhe bën akoma gjëra shumë bukura dhe spontaniteti jot në çdo lloj eventi që kam qenë unë e pranishme është për tu admiruar. Mbi të gjitha zëri jot. Faleminderit. Që nuk ka humbur. Faleminderit. Sa për komplimentin e marr, sepse është diçka e vërtet. Në këto gjëra, në këto ndihma, në këto aktivitete, në këto angazhime, unë jo vetëm që mundohem të ndihmoj popullsinë shqiptare që është këtu, por gjej edhe vetveten, unë kënaqem kur ndihmoj, kur bëj një nder, ndjehem e lehtësuar. Ja, i bëra nder dikujt, ja bëri edhe këtë, shpëtoi edhe këtë. Kam 35 vjet, nuk e di se sa shqiptarve u kam bërë nder pa i ditur emrin se si quhen edhe se ku jetojnë akoma sot. Deri syti kam operuar dhe i kam kthyer shikimin nëpër spitalet e Gjermanisë. Do kisha shumë dëshirë ta tregoja sepse unë kam eksperjenca të tilla vet. Mirë po, je ti ajo që po jep intervistën sot. Do kisha shumë dëshirë ta ndaj mbas edhe me vajza, le të themi vajza të vogla që mund na ndjekin edhe kanë dëshirën për të kënduar, po mbase nuk e kanë atë guximin, po. Si ka qenë atëherë si vajzë e vogël, të shkosh në një festival, të marrësh pjesë ku është e gara në fytye. Se unë e di është goxha. Po, kam filluar aktivitetin se thash në Pallatin e Pionierëve me profesora Robert Radojën dhe kam qenë 6 vjeç, 7 vjeç si mund të kenë qenë Fatosa Pioner, kanë qenë aktivitetet në Tiranë për Fatosa Pionerët dhe aty kam marrë pjesë në shumë festivale. Megjithatë, duhet të them që kur Tirana edhe unë u kualifikova në festivalin e madh në Shkodër të Fatosave, të Pionerëve, për gjithë Shqipërinë, u zgjodha domethënë si këngëtare e Tiranës që të merresha pjesë në gjithë Shqipërinë, në Shkodër, atje ishte një nder shumë i madh. Me të vërtetë ndjehesha e fluturuar sepse u njofta edhe me këngëtarët ato pionerët e rretheve të tjera. Kishte shumë pionerë atje, që unë nuk i dija, nuk i njihja, s'kisha parë ndonjëherë. Vinin nga rrethe të ndryshme. Vinin aty, është festival kombëtar për pionerë. Ashtu siç është festival kombëtar në Tiranë për RTSH që vishin nga të gjithë rrethet. Dhe ajo ishte e papërkëshueshme vërtet. I kam qenë nuk e di 10-11 vjeçe, atëherë kur më dhan, nuk e di a e meritova, po më dhan jashtë festivalit plus çmimin e parë më dhan edhe një medalje Ari. Sa bukur. E ke akoma ato? I kam në shtëpi, po, medalje Ari dhe thash po me këtë çfarë ti bëj? Thash ti bëj gjyshes dhëmbët se kisha dëgjuar që i bëjnë dhëmbë Ari. Mendo sa e vogël isha dhe sa naive. Po shumë e dashur. Nuk ja disha vlerën asaj që më dhan. Qa do bëj kjo mua? Ti bëj gjyshes dhëmbët, prap me atë mirësinë, ti bëj nder dikujt. Po atëre, në atë kohë ka qenë një kohë që shpërndaheshin dekorata, dekorata simbolike, gjëra simbolike, që ne i vlerësonim në atë kohë, shumë. Edhe ka qenë e bukur. Ka qenë shumë e bukur, ka qenë me të vërtetë shumë e bukur, që ta marrin vesh edhe brezi i ri. E Kosovës dhe e Shqipërisë. Të Shqipërisë pak a shumë e din, po edhe brezi i ri i Kosovës nuk është rritur me brezin ton të Shqipërisë. Dua të them që
në këngët tona dhe në çmimet tona që unë kam marrë shumë çmime dhe shumë medalje ari, domethënë në kohën time, kam pasur si simbol, për shembull, në Vajzat e fshatit tim, kënga që jeton 50 vjet sot, unë kam marrë një orë tavoline dhe e kam orën akoma, një orë kineze me një pul që bënte minutat. Edhe ajo ka qenë satisfakcioni më i madh, peshqeshi më i madh që u mora çmimin e parë. Një orë kineze na vishin nga Kina atëre. Kishim miqësi me kinezët. Edhe ajo ora ashtu më gëzoi mua. Një herë e kam marrë një termus edhe një silograf. Na ishim më pak. Jo, ishte një simbol që unë nuk e vlerësojsha atë simbol ta krahasojsha me vetveten. Jo, po ishte një simbol. Po. Që ishte i merituar. Që ishte i merituar, e kisha si kujtim. Në këtë festival kam marrë orën. Në këtë festival unë kam marrë atë qyp të gdhëndur. Cila është kënga që ti do ta veçoje, do thotë kjo është kënga që mua më gëzon, më kënaq zemrën kur e këndoj. Kam shumë kënga repertori, shumë. Domethënë gjatë periudhës time si këngëtare, kam pasur mundësinë të këndoj mbi 70 kënga në dekada maj, në festivale të ndryshme, festivale rinie, festivale pionerësh, festivali ushtarit, festivali të mëdhejve, të rriturve, i gjithë artistave të Shqipërisë, ku gjithkund jam nderuar edhe me çmime. Pra, deri në vitin 83 që unë u dëbova nga muzika dhe nga skena atëherë, unë kam pasur një repertor mbi 70 këngë. Mbi 70 këngë. Mendo tash se sa repertore dhe të madh dhe sa e gjindshme dhe sa aktive kam qenë në muzikë, në rrjetin e muzikës atëherë. Po. Fillonim ato turnet ose fillonim koncertet që nga Vermoshi, që nga në Kosovë kam qenë 3-4 herë, por deri në Sarandë poshtë, deri në Ksamil poshtë. Me turne. Gjuhë në gjuhë me popullin. Se atëherë s'ka pas televizor. Festivalet e këngës atëherë, ato ekzistojnë dhe sot. Po janë bërë më tepër, do të thoja, më tepër shpirti i garës në lojë. Kështu e ndjej unë. Si e shikon ti, në qoftë se garën do ta ishnim, ose do ta veçonim, ose nuk do ta merrnim parasysh. Çfarë duhet përfaqësoj një festival i këngës? Jam shumë e vogël për të gjykuar këtë situacion, por duhet të them vetëm kaq, që në kohën tonë bëhej muzikë origjinale. Bëhej muzikë me tradita shqiptare. Asnjë këngë nuk duhet të vidhej. Duhet ishte origjinale. Kjo është origjinale. Në tekst dhe këngë, muzikë komplet. Neve kompozitorët tonë që bënin këngët kanë qenë kompozitorë që kanë mbaruar Institutin e Arteve për muzikë kompozicion. Nuk pranohej asnjë kompozitor që nuk kishte marrë shkollë kompozimi. Dhe si do t'i vlerësoje ti këngëtarët që marrin pjesë sot në festivalet e këngës, do të thoya, festivalet të ndryshme? Flas për krijuesit. Krijuesit në radhë të parë ishin krijues profesionista. Do të thotë që ata që e krijojnë këngën, bravo. Ata janë persona që japin dhe vlerë këtyre Patjetër. Festivaleve. Patjetër. Edhe tekstet me një domethënie. Unë më vjen keq, unë dëgjoj shumë këngë të bukura, ka shumë këngëtar të mirë, po dëgjoj edhe këngë që më rrëqet mishi negativ, që si dëgjoj dot 2 herë se më dhemin veshët. Me ca tekste që nuk mund të them, nuk i shërbejnë askujt. Po. Çfarë do rrisim neve si brez? Do rrisim atë brez që nesër pas nesër ti shërbej familjes, ti shërbej prindërve, ti shërbej atë dheut me ato tekste? Se aty është propaganda, aty është edukimi. Do të thënë, muzikën e shikoni dhe si një pjesë edukimi. Ka qenë dhe do mbetet, edhe do mbetet e dashur. Ashtu si shkolla. Muzika është një pjesë e shkollës, muzika na shoqëron kudo. Kjo është për mua, flas për mua. Dhe jam munduar që të 3 fëmijëve të mi ti jap muzikën. Ti jap një instrument, ti vë të këndojnë. Sa fëmijë ke, Alida? 3 fëmijë. Një djalë, 2 djemë dhe një vajzë. Po. Ata këndojnë? Po. Këndojnë? Luajnë në një instrument? Sa kanë qenë të involvuar ata në fushën e muzikës? I madhi me violinë, i mesit me piano, vajza me kitarë.
E kitar. Pas ke një orkestër në shtëpi. Po, unë danë vete, dëshirosh, i thash, zgjidhni çfarë të doni, vetëm mos ju ndani muzikës. Sepse muzika është ilaçi i shpirtit. Këtu në vend të huaj, ku do ta gjejmë neve ilaçin e shpirtit, vetë se ke muzika. Është shëruese, është e vërtetë. Është shëruese. Është shëruese. Është terapi. Po, është e Nuk një kufi muzika. Është e vërtetë. Keni ndonjëherë një mbrëmje ku këndoni bashkë, ku ata luajnë instrumentet e tyre dhe ti shoqëron me zërin tënd? Jo, mblidhemi që të këndojmë gjithmonë. Djalin e kam futur edhe në këtë albumin e fundit që kam bërë për qef. Kam bërë albumin për fancat e mi, për të treguar fancave faleminderit që edhe pse unë 30 vjet e dënuar nuk këndova më, unë rikëndoj edhe duhet ja u kthej këtë falënderim. Kisha dëshirë ta bisedonim dhe këtë pjesë pak më detajisht, sepse është pjesë shumë e rëndësishme, është një rikthim i shumë pritur, por pas pak. Kisha dëshirë të kthesha në vitin 1982. Ky është viti ku unë kam lindur. Kështu që unë e kam me të dëgjuar. Ka ndodhur diçka me ditarin tënd. Ka qenë një periudhë ku në jetën tënde ka pasur një kthes rrënjësore, do thoja. Po. Çfarë ka ndodhur atëherë? Kush të ka spionuar nga shoqet e tua? Çfarë ka ndodhur atëherë? Nuk ta tregosh? Megjithëse këtë temë e kam mbyllur, i kam dhënë gurin, sepse duhet të mbyllësh gjithmonë të kaluarën që të hecësh përpara në të ardhmen. Thot një fjalë popullore shqiptare. Megjithatë disa sqarime i kam dhënë edhe në televizorët shqiptare dhe shumica e dinë sepse ekzistojnë akoma ato njerëz që atëre e kanë parë me sytë e vetë, me sytë e tyre se çfarë u ndodhi. U përjashtova nga muzika, sepse disa shoqe të kursit të partisë, vazhdojsha shkollën e partisë, më spionuan dhe më kapën një ditar, si shumë artistë, mbase nuk i di të tjerët, kam pasur një ditar që kudo që shkonja, kudo që këndonja, në çdo qytet, i shkruanja shënimet e mia. Ai ditar mu mor dhe mu denancua si një ditar antipolitik, antipartjak, dhe për këtë u dënova me 7 vjet heqje nga arti, nga çdo gjë. Mund ta di çfarë ka qëndruar në atë ditar që ishte u bë kaq problematike në atë kohë, thjesht për ta kuptuar ne se çfarë duhet bëje për të dënuar kaq rënd. Nuk do të bëjshe shumë. Mjaft është interpretimi. Se unë si një vajzë 24 vjeçe nuk isha bërë asgjë. Isha në kulmin e Alidës, e asaj vajze që jep për popullin, këndon për popullin në çdo skajt atë dheut, deri në Kosovë. Nuk e kuptonja se çfarë kisha bërë gjë të keqe, por ato çka unë kisha shkruar, ato mua më morën për mu interpretuar ndryshe. Dhe pse unë në disa momente kisha shkruar disa momente nga vdekja e nënës time, që isha shumë e trishtuar. Nëna ime ka qenë jo vetëm nëna, po ka qenë edhe mësuesja ime. Si artiste e operës, ajo më mësoi gjithë më solli deri në atë fazë që unë të këndojsha në atë sukses. Në çfarë moshe keni humbur nënën? Unë e kam humbur në moshën 22 vjeçe nënën. Moshë fare. Po. Dhe nga kjo tronditje, këtë fazë tronditje unë e kisha shkruar edhe në ditar. Edhe kjo ishte edhe shkaku që atë gjendjen e trishtueshme që kam pas për nënën time, ma morën që unë jam e trishtueshme sepse nuk më pëlqen partia, se s'më pëlqen vendi, se s'më pëlqen kështu. Këto ishin gjithë kundra partisë. Në atë periudhë, nëse do të kthehemi tani, shumë vite mbrapa, çfarë ndjesie ke pas, si e trajtuar nga mikeshat e tua, nga koleget që ke pasur, që ke kënduar me to bashkë? Kanë pasur kanë treguar një solidarizim në heshtje, apo të shmangeshin, si e kanë kujtes të kohë? Nuk jemi shkëputur asnjëherë. Pavarësisht se ka qenë rrethanat. Dhe të them edhe këtë, që mbase nuk e kam thënë, që neve takoheshim natën. Vinin në shtëpinë time dhe takoheshin Linar Kondaçi, Irma Lipohova, vishin natën Bashkim Alibal, vishin natën në shtëpi dhe takoheshim. Fshehur azi. Që mos të binte në sy. Tregonin keqardhje? Patjetër. Më tregonin këngët që do të këndonin në festival, këndojshim bashkë. Si ndjehesh aty? E lumturuar, asnjëherë s'jam e shkëputur nga kolegët e mi, e shkëputur nga muzika, po, nga fancat, nga publiku, më dhimbte shpirti. Ke qenë shumë e re.
Ke qenë shumë e re. Po. Unë mendoj që duke pasur, unë nuk e kam humbur nënën time, kam pasur fat shumë të madh, por di që është e rëndë. Ti është e re, edhe mos kesh as mbështetje, plus edhe shumë sulm nga jashtë, edhe sulm pa drejt në këtë rast. Edhe duke qenë shumë e talentuar, duke qenë shumë e zonja, Po. dhe duke merituar komplet diçka tjetër. Po kjo ty të ka bërë shumë të fortë. Ka të bërë shumë të fortë? Si thot shqiptari mbas çdo stuhi e del dielli, një diell më i fortë. Kjo ndodh edhe me njeriu. Edhe më ndodhi edhe me mua. Pavarësisht. Më falni. Po lotët janë edhe gëzimi edhe hidhrimi. Edhe fuqi. Lotët pastrojnë shpirtin, edhe mua kjo tregon që më ka ngelur dhe një çik nga shpirti im, nga ajo e kaluara. Megjithëse mundohem t'i vej gur, po sa do t'i vesh gur, janë ato po janë ato gjurmët e plagëve. Kupton që loti i pastron. Themi neve, kështu themi neve artistët. Unë kam kënduar me Nexhmia Pagarushën kudo. Në Gjakov, në Prishtinë, në Prizren, kudo, në çdo skaj, në çdo pllëm tokë të Kosovës. Mos harroni, do t'ju them vetëm diçka. Kam qenë në demonstratat e para të Prishtinës. Kam qenë, jam fakt, kam qenë në hotelin dhe në skenën ke Hotel Grandi, kati i 4, afër Bororamizit. Aty plasi demonstrata nga Instituti i Drejtësisë, që ishte universiteti. Bëhet fjalë për vitin 80. Dhe unë kam qenë aty në atë kohë kur plasën demonstratat, kam zbrit poshtë dhe ka qenë një tanks. Kanë futur një fëmijë, kanë mbajtur sipër tanksit. Unë jam bashkuar me të gjithë demonstruesit kosovar. Në atë kohë. Në atë kohë. Shpirt rebel. Gjithmonë. Luftëtare. Nuk kam pas asnjë dallim, është Kosovë, është Shqipëri. Jo. Kudo që flitet shqip është shqiptar. Po më vjen tani mua kështu në mendje ose kam dëshirë të të bëj një pyetje. Ka qenë Gjermania shpëtimi jot? Kur je larguar nga Shqipëria? Le të themi për periudhën e parë të kohës, ku ke thënë këtu po mbi shpirti i rahat, po jam më e qetë. Jo. Sepse unë akoma jam kështu rebele. Po. Unë akoma jam ajo që nuk rri dot dy herë në vit që të shkoj në Shqipëri. Jo, nuk është. Si ta marrësh? Nga një anë ka qenë qetësi shpirtërore, mora fëmijët, i sigurova fëmijëve një të drejtë, u vlerësova për punën që bënja, sepse unë hika, unë jam arratisur. Nga Shqipëria. Nga Shqipëria, nga qafe thanës. Mua s'ma ka shtruar asnjëri. Në çfarë viti ka? Në 90-ën. Në 90-ën. Para po. Sa në 90-ën janë hapur ambasadat në Shqipëri? Po, unë nuk u futa në ambasadë se isha me 2 fëmijë. Po, jam arratisur nga qafe thanës. Me 2 fëmijë vetëm? Po, vetëm. Dhe ish bashkëshortin e keni lënë në më kishte lënë bashkëshorti, atëherë kur unë hoqa nga muzika më la dhe bashkëshorti. Okej. Do me thënë, si keni përjetuar divorcin? Shumë, ashtu si çdo grua me fëmijë që divorcohet. Ai nuk jeton më dhe unë po. E kuptoj. Është baba e djemve. E fëmijëve? Po, ai gjeti rrugën e vet. Unë mora rrugën time me gjithë 2 fëmijët. Dhe sot keni një partner, partner shumë të sjellshëm, njëri shumë i mirë, shumë i përzemërt, gjithmonë shumë i heshtur, shumë i duruar, edhe shumë përkrahas ndaj jush. Ai është gjerman? Po. Si do ta përshkruanit bashkëtesën ju, si një këngëtare ikonike, vjen në Gjermani? Po. Edhe fillon jetën pothuajse nga e para. Duhet unë ta fillosha nga e para. Me një bashkëtesë tjetër? Unë duhet ta fillosha nga e para sepse isha nanë me 2 fëmijë. Po. Duhet të sigurojsha fëmijët. Të jepsha fëmijëve atë të drejtë që fëmia këtu të bëhej diçka, që fëmia këtu të merrte krah, të shkollohej. E kjo është detyra e nënës, e jo kujt tjetri. Pastaj më vonë ma dha fati, ma dha Zoti, se Zoti gjithmonë e ven gurin atje ku e ka venin. Ma dha këtë njeri shumë të mirë, që më vlerëson, që është bërë gjysmë shqiptari, që më ndihmon për çdo gjë. Dhe tash ti që fëmijët kanë ikur nga shtëpia, që janë të martuar, që unë jam gjyshe, stërgjyshe, tani mbajmë njëri tjetrin dhe bëjmë
qokat tona. Shihoni jetën. Se kemi akoma shumë për të biseduar. Kam shumë pyetje për të bërë. Na falni se neve takohemi rrallë, se unë vi nga Fulda e kjo është këtu Düsseldorf, takohemi rrallë edhe kështu që si janë ato gratë shqiptare, kemi shumë për të folur. Po edhe juve do t'ju mbajmë. Po mendoj që ata që na ndjekin janë akoma shumë kurioz për të ditur më shumë nga ti. Shpresoj që këto tregimet e mia të vlejnë diçka për brezin e ri. Shpresoj. Ecim. Okej. Kur po bisedonim në tavolinë për kolegët, ose marrëdhëniet e tua me kolegët, u preke dhe aty ndjeva një respekt, dashuri, por unë do kisha pasur shumë dëshirë të di, unë dhe ata që na ndjekin. Kur të përmend Luan Zhegun, çfarë të bjen në mendje? Më bjen në mendje 10 vjet bashkë kemi punuar, 10 vjet bashkë kemi kënduar në estradën e Tiranës, 10 vjet bashkë kemi kënduar edhe në turne dhe në festivale. Vlla, shok, njëri nobël. Keni punuar shumë bashkë. Patjetër. E madhja Vaçe Zela. Me Vaçe Zelën ka qenë në një kohë në teatrin e operës ku dhe nëna ime ka qenë në korin e operës. Edhe që fëmijë, si që tregova dhe më parë, që fëmijë, të gjithë fëmijët e artistëve mblidheshim në hallin e teatrit të operës dhe loznim atje. Atje dhe këndonim, dhe Vaçe vinte dhe gjithmonë më thonte, ti do mos është vendin mua, Sa heri thonte dhe mami tim, kjo vajzë, se këndonja këngët e Vaçes, valsin e lumturisë, ato isha shumë e vogël, 10 vjeçe, 8 vjeçe, nuk e di sa, por këndosha gjithmonë këngët e asaj, ti do mos zëvendësosh mua, vetëm ti. Edhe ditën e fundit kam shku në bazen, kur bëra albumin tim, shkova në bazen edhe ja tregova Vaçes para se ta prodhonja albumin. Edhe i thash Vaçes, dëgjoj kam bërë një album, i thash, kam 30 vjet që s'kam dalë më në skenë, të lutem më thuaj si do dali ky. Nuk kam çfarë të them, tha. I pëlqeu. Ti je unë. Wow. Kam foto me Vaçen e me Gocën e me Pietrin. Unë e vlerësoj shumë si këngëtare. Ajo e vlerësoj shumë, e vlerëson një Shqipëri. Brillante. Por unë mendoj që ka qenë një këngëtare që është pak vlerësuar nga në vitet që ka qenë në jetë. Duhet të ishte vlerësuar akoma më shumë. Zemër, regjimi komunist ose sistemi komunist ose sistemi socialist që ka qenë atëre nuk jepte shumë vlerësim e individit. Kështu që sidomos artistëve. Është normal, neve ishim marionetat e popullit edhe të politikës, është e ditur ajo, që nuk ishim vlerësim, derisa për një çmim të parë, që sot marrin njerëzit miliona, merrti një orë tavoline, ky është vlerësimi më i bukur që merri atëherë. Atëherë nuk mund të flasim. Dekorata pa fund, flet lavdrimi, mbaj mend? Po dekorata më e madhe për neve është publiku që na ka mbajtur emrin. Që na dashuron, që na adhuron dhe që nuk na ka harruar kurrë. Për mua, flas për mua. Për artistët ai është vlerësimi më i madh. Ajo. Duartrokitjet. Ajo është jetë. Janë si pulset e zemrës. Ato duartrokitjet, janë pulset e zemrës, kështu që aty jeton një artist. Ke duartrokitjet. E përjetoni, është faktikisht është një ndjesi shumë e bukur. Përmend shpesh herë Nexhmije Pagarushin. Me Nexhmijen. Çfarë të bie aty në mendje? Çfarë do na thuash për Nexhmijen Pagarushin? Më bien viti 78 kur kam qenë, 75 kur kam qenë në Kosovë, për herë të parë në 75-ën mendo. Sa mora pasaportën? Se s'më lejoj më e vogël, kam qenë 16 vjeçe. Shumë e vogël. Po edhe shkum në Prishtinë dhe aty bëm koncert në sallën e Boro Ramizit. Kemi bërë koncert. I kam me fakte. Mua më duket shumë unë jam gjenerata 82-shit dhe e di që është goxha persona të vlerësuar ose të veçantë kanë pasur mundësinë të dalin jashtë Shqipërisë. Dhe në Kosova, por ne ka qenë ndaluar. Në ato vite po flas. Si e përjetoje ti kur dili jashtë kufive të Shqipërisë? Në atë kohë po flas. U dukte, me njerë, sa dilqim jashtë tash, u dukte një atmosferë tjetër, jo si i Shqipërisë. Ndjehej. Si kur shkon ke komshiu që ndjen një ambient tjetër, ka mobile të tjera, po kështu ishte edhe ke ajo. Po nga gjua, Kosova na u dukte Shqipërisë, s'kishim, kur shkon, unë kam dalë për shembull në shumë shtete, në atë kohë. Shkoshim në Greqi, në Suedi, në Turqi, në Francë, në shumë shtete kemi shku me ansamblin, kam pas fatin. Kjo ka qenë fat.
Kjo ka qenë fati, ka ajo tjetra që e psova, po kjo ishte fati. Të kalojmë semaforin, sepse për ndryshe do ngelim këtu. Muhabeti po na ecën shumë mirë. Të falenderoj shumë. Është shumë gjëra që janë edhe për mua janë shumë të reja. Po flisnim për kolegët. Është dhe një kolege që është përfolur shumë, sidomos të kohët e fundit. Parashevi Simaku. Po, si e shikon ti të gjithë të buj, do thonë, gjithë të histori? Në vitet 80 erdhi Parashivia nga Kavaja, nga Durrësi, aktivitetet e Kavajës të Durrësit erdhin në festival. Dhe 2 vjet pata rastin ta njoh Parashivin e vogël, naive, me një zë të bukur, shumë të bukur, të ëmbël. Pastaj unë u largova dhe nuk pata më kontaktin që të mbaj kontakt me Parashivin ose të fillonim një shoqëri si me këngëtarët e tjerë, sepse fati, siç e tham dhe, u largova nga arti dhe nga skena. Megjithatë, kur dola në emigracion, ajo hiku në emigracion në Amerikë, unë në emigracion këtej dhe u shkëputëm për së gjalli, si themi. Kur ndigjova, para disa muajve që ndigjova që rastësisht u gjind Parashevia, se nuk dinim se ku ishte, dhe rastësisht një bamirës i mori dhe po e rikthene edhe një herë në skenë kështu, u gëzova. U gëzova sepse me këngët e saj, që edhe ajo më vonë që këndoj, kam qenë shumë fans e saj, shumë e dashuruar. Një zë të ëmbël ka pas. Një zë që u fuste në çdo shpirt. Një zë shumë i ëmbël, unë e mbaj mend, ka pasur atje një këngë shumë të bukur që këndonin dhe fëmijët, sepse unë kam qenë shumë e vogël në atë kohë. Mos e visi dashurin, mos e ditni lumturin, asnjëri mos ta provoj se nënat ju lejon. La, fjala nën kudo në botë. Ajo ka qenë me të vërtet suksesi më i madh i Parashevis, po ajo ka pas shumë sukses edhe në këngët e mesme, Shqipërisë mesme. Ka qenë ashtu siç duhet jetë artisti, i gjithanshëm. Në të gjitha trevat e muzikës. Alida, kur po më tregoj për Parashevin, po të shikoja me shumë vëmendje dhe këtë impakt e kam pasur edhe nga disa kolegë të tut, që thonë, u gjet rastësisht. Rastësisht. Shumë e vënë në dyshim këtë pjesë, si e sheti? Mendoj se që kjo ka ndodhur rastësisht? Po, në Amerikë ka dhe shumë shqiptarë të tjerë. Po. Dhe në qoftë se ato kolegë ose shqiptarë të tjerë nuk e kanë gjetur, nuk e kanë ndihmuar. Unë ndihmua tani mas 10 vjetësh që ajo ka fletur poshtë urave, dhe kjo më duk mua shumë e pabesueshme, dhe akoma është për mua e pabesueshme, megjithse unë kam unë një muaj nuk hap një dot telefonin, nuk hap një dot Facebookun, asnjë gjë, sepse më vinte për të qenë për fatin e saj, sepse mora si nën, mora vesh fatin e saj të hidhur, si shumë fatra të tjerë në emigracion, se nuk është e vetmi ajo, hika dhe unë me 2 fëmijë, nuk i lash fëmijët nga dora, pa burr, pa asnjëri, pa gjuhë. Pa gjuhë, pas një diçka. I mbyll një fëmijë brenda dhe shkojsha punojsha, vetëm për të ushqyer fëmijët. Dhe ja dola. Kupton, pra ne gjithë neve shqiptarët kemi fatkeqësira. Dhe më erdhi jashtë mas e keq, që kjo femër, kaq inteligjente, kaq artiste e mirë, nuk u ndihmua atëherë me ato shqiptarët që kanë qenë atje. Shumë e bukur. Dhe shumë e bukur akoma e bukur është edhe siç që kam parë, natyrisht ajo duket pak më ndryshe, edhe mosha bën të vetën, por e shikoj si një femër shumë karizmatike. Po ka qenë nga të gjitha anët mi. Ka qenë, ajo dhe është, nuk ka shqiptare të shumtuar femër. Kaq po të them. Gjithë shqiptarët janë të bukura. Sidomos brezi jonë që nuk dishim të lyeshim e nuk dishim të bënim këto gjëra që të zbukuroj sot, nuk i dinim. Po. Nuk i dinim. Por them që Parashevia humbi për kot, për një neglizhencë të shtetit base ose të kolegëve. Të kolegëve, po. Më vjen jashtë se edhe them që dhe akoma vazhdojnë. Ajo ka nevojë rrugë të tjera për kurim ose për disa gjëra të tjera që ta përkrahin, jo për ta nxjerr në 7-8 portale që e nxjerrin në 7 portale vetëm që të mbledhin, mbase vetëm që të mbledhin like-et. Klikime? Mendon që po e shfrytëzojnë si personazh. Kjo duket. Kjo më jep të kuptoj, mbase nuk është kështu, jam gabim, po kjo më jep të kuptoj. Mbase unë nuk kuptoj. Të gjithë ata që po na ndjekin janë shumë kurreshtarë të dinë se
Si mendon Alida? Si mendon sepse e ka pas kolege, ka pas Po, shumë po, afër. ajo Ti e ke njohur edhe nga afër, si shumë kolegë të tjerë të saj, kështu që është interesante edhe për ata që na ndjekin. Prandaj se më vjen shumë keq. Thash, kam qenë fans e asaj. Edhe jam. Po. Edhe jam. Se edhe artisti është njeri në fund të fundit, ë? Edhe ai ka të tilla, edhe ai ka të tilla gjëra private në jetë. Por nuk ka pas njeri që ta ngrej. Unë kam gjetë veten time ta ngrej, kam qenë çik si mbase, nuk e di, më çapkënë më ashtu edhe e kalova me 2 fëmijë. E kalova, edhe nuk përfundova jashtë. Por keq më erdhi, jashtë mase. 1 muaj e sa unë kam qa, vetëm qanja. Vetëm qanja dhe s'dinja si ta ndihmonja. Thash ta marr në shtëpi, por nuk e di si qysh tek ta marr në shtëpi, ta ndihmoj këtu nëpër doktore, nëpër kështu derisa të jap atu morali, sa e ka nevojë për moral. Ta ngresh. Po. Do kisha dëshirë ta takoja? Po. Po. Do kisha shumë dëshirë. Po të ketë ajo dëshirë, nuk e di si qisha shumë. Jo, do të kisha dëshirë ta takoja të konsumoj mbasi një bisedë me të. Patjetër. Këtë e kanë bërë shumë, Invamula e kanë bërë shumë këtë hap, kanë shku deri në Amerikë, e kanë takuar, po, e kanë takuar. Vetëm për t'i dhënë moral dhe për t'i dhënë kurajo, ej, ti e jona, qou, ti e jona, ne të presim, publiku të pret, ti e jona, qou, ne të presim prap. Edhe unë rash, 30 vjetë, nuk u shduka nga spektatori, jo se rash, por nuk e humba veten. Ajo duhet të gjej, të qohet, të gjej veten shpejt. Pikërisht këtu do kisha dëshirë të ndaloj. Ti nuk je zhdukur, ti je rikthyer fuqishëm me një këngë që këndohet sot nga Tajna. Oh, Tajna, po. Tajna, një këngëtare super moderne e kohës, shumë e kërkuar, ka zgjedhur pikërisht këngën Alida Iskut, Vajzat e fshatit tim. Kënga Vajzat e fshatit tim e kam kënduar në moshën 16 vjeç dhe kam marrë çmimin e parë në festivalin, që ta din edhe publiku i Kosovës, se i Shqipërisë e din. Është kënga që mua më ka mbajt identitetin. Sot, në qoftë se asnjë nuk më njeh si emër, sidomos breziri, nuk më njohin, menjëherë sa këndoj këngën, më njohin. Ua, je ti ajo. Pra dua të them këtë, të nderuar teleshikues. Muzika jeton më shumë se artisti. Në qoftë se ajo muzikë i këndon popullit dhe del nga populli. Kështu ka qenë edhe problem, edhe puna me Tajnën, më merr në telefon, Tajna dhe më thotë që nuk ka kontaktuar personalisht vetë. Patjetër. Kam parë kush është Tajna, si është, çfarë suksesi ka, kam analizuar komplet si këndon, si ashtu, dhe rash dakord me Tajnën që në projektin e saj të kësaj kënge, refrenin të merrte refrenin tim, të kënduar nga unë. Patjetër. Është kënduar dhe refrenin ai është refreni im, por i moduluar që ti shkoj edhe këngës së Tajnës. Ai është zërim, po sot me aparatura e ndryshojnë, i japin nuanca të ndryshme. Ai është zërim. Po. Interesante. Pse interesante? Kjo është interesante, më duket një bashkëpunim shumë interesant. Këtë mendova dhe unë. Do ta bëj këtë gjë, do t'i jap zërin Kosovës si gjithmonë, jo për Tajnën, po për popullin e Kosovës, për publikun e Kosovës. Ka qenë kjo dhënia le të themi të drejtave të autorit. Ka qenë kjo një dhuratë për Kosovën? Si gjithmonë. Si gjithmonë. Unë në vitin 2000 kam dhënë 5 aviona për Kosovën dhuratë. Për luftën. 5 aviona privatisht, personalisht. I kam me video, me të gjitha, me fakte, me fatura. Dhe mendoj që Kosova shumë mirënjohëse për këtë. Nuk dua të di sa mirënjohëse është, po unë jam krenare që i kam ndihmuar Kosovën. Kjo është e gjitha. Neve artistët jemi ambasador. Neve bashkojmë popujt. Nuk i bashkojmë politika sipër. Neve bashkojmë popullit, zemrat e popullit, muzika. Muzika dhe arti. Edhe arti. Janë indikator shumë të rëndësishëm në faktikisht në çdo lloj marrëdhënie. Alida më kur të pyeta për të ma këndosh pak atë këngën Vajzat e fshatit tim, shpresoj mos 50 vjet e kam kënduar këngën. 50 vjet është kjo këngë. Është identiteti im. A nëse pasa në sol, lumit të fshatit tim, nga fushat vin vajzat sot, djersa në ball ju ndrin, lumturi në risin sot, vajzat tona duar arta, lule janë në veta to,
Lullet e gëzimit ton, lullet e gëzimit ton, meserës së fushës, o meserës së malito, rrisin dashurinë vajzat për djemtë e fshatit, meserës së fushës, o meserës së malito, rrisin dashurinë vajzat për djemtë e Kosovës. Bravo! Duhet ta themi edhe për djemtë e Kosovës. Patjetër. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit, ishte një emocion shumë i veçantë. Faleminderit. Nga një zë shumë i bukur. Edhe shumë spontan. Ky është një zë spontan. Ky është një zë i lindur, se kështu kam lindur, me këtë zë kam lindur, nuk e kam bërë. Alida, e di që gjete kohë shumë pak kohë, e kishe kohën shumë të kufizuar, sepse ti do të udhëtosh përsëri për në Fulda sot. 4 ore kam rrugën. Dhe 4 orë do udhëtosh për atje. 400 kilometra. Unë të falenderoj shumë që more kohë të japësh edhe këtë intervistë sot me ne. Faleminderit edhe juve. Dhe pata një kohë shumë bukur me ty. Do të takohemi përsëri. Për publikun e Kosovës do takohemi disa herë. Dhe ato të Shqipërisë. Dhe ato të Shqipërisë. Dhe mos të harrojmë shqiptarët e Maqedonisë Veriut. Sepse dhe ata janë të tonët. Inshallah na organizojnë koncert edhe vim edhe neve Brezi vjetër. Pse jo? Koncert. Për të treguar traditat e muzikës shqiptare në të gjitha trojat. Maqedoni, Malizi, Kosovë dhe Shqipëri. Pra kjo ishte Alida Isku, ju falenderoj shumë që qëndruat me ne dhe shihemi në puntatën e radhës nga diku tjetër. Nisni një udhëtim elegancë dhe aventure me shërbimet tona. Përjetoni bukurinë e fluturimit. Prishtina Ticket janë krahët tuaj për në Berlin, Brandenburg, Stuttgart, Basel, München, Hannover, Düsseldorf, Münster, Osnabrück, Nuremberg, Ljubljana, Memmingen, Halmstad, Luxemburg, Vaksio e shumë vende tjera evropiane. Kujdesi ynë për klientët është magjepsës, po aq sa edhe udhëtimi. Prishtina Ticket, emër i besuar në qiell.